Më 2 prill të vitit 2002, Rasim Lumneshi, një emër i njohur jo vetëm në Tropoj, u bë viktima e radhës në ato që sot quhet dosja Tropoja. Lumneshi dhe familja e tij ishin larguar nga Tropoja që në vitet 90 për t'u vendosur në Fier. Ai ishte pronari i një prej hoteleve më të bukura të Fierit me emrin Shkëlzeni. Rasimi ishte mjaft i njohur dhe në radhët e demokratëve në të gjithë vendin, jo vetëm si mbështetës i zjarrt dhe sponsorizues i Partisë Demokratike, por edhe si mik personal i liderit demokratik Sali Berisha. Madje, gjatë një mitingu në qytetin e Fierit, Rasim Lumneshi ndërhyri energjikisht duke shpëtuar nga një atentat me granat liderin e opozitës. Ai ishte akuzuar nga prokuroria si një ndër organizatorët kryesor të ngjarjeve të 14 shtatorit në Tiranë. Vepër penale për të cilën u arrestua dhe brenda 48 orësh, u la sërish i lirë për mungesë provash. Familja Lumneshi kishte pasur marrëdhënie të mira me familjen Haklaj. Madje djemtë e tyre kishin shoqëri deri në momentin që nisi skenari përgjakshëm i Tropojës. Për Haklajt, Rasim Lumneshi vlerësohej si një djalë trim dhe kurajoz, si një person që kishte trashëguar shumë nga vlerat dhe traditat e malësisë së Gjakovës. Kur Haklajt mësuan nga informatorët se Rasim Lumneshi ishte arrestuar me kundërshtarët e tyre, madje dyshonin se ai ishte truri disa prej ngjarjeve më të rënda ndaj tyre, e kuptuan rrezikun që u kanosej. Haklajt deklaruan se Lumneshi nuk ishte i përfshirë në këtë histori për probleme personale me ta, por për shkak se një gjë të tillë ja kërkonin miq të afërt të tij. Ata tentuan disa herë ta godisnin Lumneshin, por ishte gati e pamundur. Lumneshi kishte shumë miq dhe ishte mjaft i përgatitur, por pikërisht atëherë kur Haklajt i kishin humbur të gjitha shpresat se mund të arrinin te Rasim Lumneshi, ky i fundit bëri një gabim fatal. Lumneshi kishte udhëtuar me avion nga Tirana në Prishtinë për punë personale. Aty takoi disa miq të tij nga Tropoja, të cilët e ftuan të shkonte në vendlindje dhe i dhanë garanci të plotë se nuk do t'i ndodhte asgjë. Lumneshi kishte vite të tëra që nuk shkonte në Tropoj, pasi ishte paralajmëruar se Haklajt po e kërkonin për ta vrarë. Ai ishte tepër i kujdesshëm dhe për këtë gjë, Haklajt edhe pse e shihnin si një nga kundërshtarët më të rrezikshëm, e respektonin për aftësitë që kishte. Nuk dihet në çfarë rrethanash, por Lumneshi u bind që të hynte në Bajram Curr ditën për diell. Në mëngjesin e 12 prillit 2002, Lumneshi dhe personat që e shoqëronin kaluan traun e pikës kufitare në qafën e Morinës dhe morën drejtimin për në qytetin e Bajram Currit. I garantuar prej miqve të tij, Lumneshi e humbi vigjilencën për të cilën ishte shquar gjithmonë. Dalja e tij publike në Bajram Curr ishte një sfidë e fortë që u bëi Haklajve. Lumneshi dhe personat që e shoqëronin ulën për të pirë një kafe në lokal Ervin që ndodhet në pjesën e sipërme të shëtitores kryesore të qytetit, dhe për më tepër pronë e një oficeri të policisë. Mes grupit të ulur me Lumneshin kishte shumë të njohur të tij, duke përfshirë gjyqtar dhe biznesmen nga Tropoja. Ndërsa Lumneshi po shijonte kafen në shoqërinë e miqve në mes të Bajram Currit, lajmi i ardhjes së tij mbërriti në Kërnaj. Hamdi Haklaj nuk e mbante vendi, por ai nuk mund t'i afrohej ai sa donte Lumneshit. Jo vetëm sepse do ta njihnin që nga larg, por se kundërshtarët e tij ishin aq të përgatitur dhe të shumtë në numër, sa mund ta vrisnin më parë. Për këto shkaqe u gjet një zgjidhje që askujt nuk do t'i shkonte në mendje. Mësuesja 37 vjeçare Zylfie Haklaj,
Ato paradite si çdo ditë po u shpjegonte fizikën nxënësve të saj të shkollës 8 vjeçare të Kërnajës. Sa po mori vesh lajmin, ajo nuk humbi kohë për të vepruar. Sipas versionit që prokuroria ka përgatitur në gjykat, rezulton se Zylfia Haklaj zbriti në Baramcur nga fshati i saj me një furgon pasagjerësh të rastit. E gjatë mbi 1,90 cm, ajo e kishte të lehtë të fshihte poshtë palltos së saj një Kalashnikov që e kishte hedhur në supë. Mësuesi e fizikës zbriti nga furgoni në qendër të qytetit, para monumentit të Baramcurit, dhe ngjiti shkallët në krah të tij që të nxjerrën në trotuarin e shëtitores kryesore. Lokali ku qëndronin të ulur 10 burra, të gjithë me armë në brez, qoftë me leje apo pa leje, ishte afro 100 metra larg. Ajo eci ngadalë për të mos tërhequr vëmendjen e klientëve të shpërqendruar të lokal Ervin, që ndodhej 50 metra në vija ajrore nga komisariati i Baramcurit. Sipas dëshmitarëve okular, Lumneshit nuk i shpëtoi pa hyrë në sy silueta e femrës të gjatë, që po ecte me hap të ngadaltë drejt tyre. Por miqtë e siguruan të mos shqetësohej për asgjë. Rreth orës 10:15 minuta, Zylfia Haklaj ndodhej vetëm 10 metra larg tavolinës së Lumneshit. Ajo vetëm hapi pallton dhe nga poshtë saj nxorri Kalashnikovin, të cilin nuk e hoqi nga supi, por hapi zjarr direkt duke qelluar një nga një. Të shtënët e para që tronditën shëtitoren kryesore të Baramcurit, në një nga orët më të populluara, i shkaktuan vdekjen e menjëhershme Rasim Lumneshit dhe Ilir Gosturanit, ndërsa Hysni Biberi dhe kryetari i gjykatës së Tropojës Kujtim Dusha mbetën të plagosur. Nuk dihet a do të kishte pasur viktima të tjera nëse mësuese së fizikës nuk do t'i bllokohej Kallashnikovi. Pavarësisht se të gjithë personat që ndodheshin përballë ishin të armatosur, ajo nuk e humbi toruan. Thjesht ndërroi karikatorin e automatikut. Kopsiti pallton dhe vazhdoi të ecte në këmbë duke u larguar drejt pallateve në lagjen Partizani, për të mos u kapur kurrë nga policia. Vetëm pak qaste më pas, njëri nga personat që ndodhi në tavolinë me viktimat, qëlloi disa herë në ajër për të kërkuar ndihmën e policisë, por ishte tepër vonë. Rasim Lumneshit i mjaftoi vetëm një gabim dhe besimit e miqtë e tij që i dolën garant për të përfunduar në breshërinë e plumbave. Ngjarja e 2 prillit shkaktoi një zhurmë të madhe jo vetëm në Tropoj, por edhe në kryeqytet. Ajo ishte e padëgjuar për kohën moderne, jo vetëm sepse ekzekutorja ishte një femër, por edhe për faktin se viktimat ishin persona me reputacion të madh. Goditja e Haklajve ishte aq e fortë sa që askush nuk e kishte menduar. Në Tiranë, opozita reagoi mënjëherë duke cilësuar Lumneshin një pishtar dhe martir të demokracisë, që u ekzekutua sipas saj nga vrasës të ndihmuar nga strukturat e policisë së Tropojës. Në deklaratën e lëshuar pas ngjarjes, Partia Demokratike akuzoi strukturat e policisë së Baramcurit se kishin ndihmuar motrën e vogël të Haklajve të kryente krimin dhe të largohej pas ngjarjes. Ndërsa gazeta e Partisë Socialiste të nesërmen e ngjarjes e cilësoi në faqen e saj të parë Zylfia Haklajn me emrin Shota e Haklajve. Kjo ngjarje ndodhur në mes të ditës dhe në mes të qytetit, në prani të 10 dëshmitarëve, është duke u gjykuar prej vitesh në gjykatën e Tiranës. Provat e paraqitura nga prokuroria që këmbgulse autori është Zylfia Haklaj, thuaj se kanë dështuar të gjitha, me përjashtim të vetëm një dëshmitari që u sol në seancën gjyqësore me një eskort policie dhe mjete të blinduara. Urdhër arresti për Zylfia Haklaj u lëshua pasi kaluan më shumë se 2 vjet nga ngjarja. Vetëm në 16 korrik 2004, gjykata vendosi masën e sigurisë arrest me burg në mungesë për motrën e Haklajve, e cila akuzohet për vrasje në rrethana cilësuese dhe armbajtje pa leje.
Përfshire grave në serialin e përgjakshëm të vrasjeve në Tropoj, e zgjeroi më tej rrjetin e personave të rrezikuar për të ekzekutuar nga kundërshtarët. Në pamundësi për të ekzekutuar Hamdi Haklajn dhe motrën e tij Zylfie, kundërshtarët e Haklajt vendosën të ekzekutonin të afërmit e tyre pa u mpushur 40 ditë nga vrasja e Lumneshit.